O goca, ne ngelem të qa hallet me të drejtën. Kes janë ankor gjithë kohë që idhem stomaku. Kristalli posto story, më shfryr barku, qa hallet me njerëzit, klea me ato problemet e veta. Gjithmonë. Por, unë kam gjetur një zgjidhje që jam të e përdor kohët e fundit dhe ai është të tëm kefiri. Unë që thonë ju jam bërë doktoresh për të gjithë ju që nuk i vendosni prioritet dashurisë mbi stomakun, se po nuk është stomaku në rregull, nuk është as truri, nuk është as zemra. E vërtet, Klea Pires, mund të besoj verbërisht ty si doktoresh, se e para që nga fakti që i mban syzet skitsh, edhe e dyta edhe pa xham. Je shumë e besueshme si doktoresh. Shef qartë pa xham. E, po, imagjinoni 5 ilaçe për shëruar trurin dhe trupin. Një kefiri e 4 super goca. Po që i ti gjitha informacionet, kështu që më besoni. Në shërbim të punës. Dhe ta mendosh, një nga objektivat tona janë njerëzit që vrapojnë te liçeni, sepse atyre duhet kefiri për një jetë të Po, shëndetshme. dhe unë do i shpërndaj më shumë kefir se ty. Ku e di ti? Pa di unë. E shohim. Medalje për të gjithë ata që konsumojnë kefir rregullisht. Kartoni verdh për ata që e kanë konsumuar, po nuk e përdorin dhe nuk kujdesen për shëndetin e tyre, dhe i kuq për ata që nuk e kanë provuar kurrë. Pini sa më shumë kefir që të jeni të holl slim si puna ime, sepse mund të ngjiteni në majë të pemës, unë u ngjita deri këtu. Po sa më shumë kefir të pini, aq më shumë jeni të shëndetshëm. U bëra e lodhshme e dihajshme. O teta, a ke provuar kefir? Ua, medalje. Pëlqen? Super? Da, pi kefir se është shumë i mirë, është me probiotik të bën shumë mirë të shvrapon. Pafshim! Truri jot ka nevojë për refresh. Besoj se e kupton. Ë? E kupton? Vjen mirë që. Do e pish për mua? Pije këtë gjë dhe më tregon njerëz si ndihesh. Që ta bëjmë kështu të madhe që ti pi kefir. Tash barku? Ah, është sira barku për një pik. Pije të gjithë. Mirë, faleminderit. Pra, mund ta marrësh, ta pish, është i jote. Stop! A ke provuar ti ndonjëherë kefir? Po. Po, e pi rregullisht? Jo. Jo? Karton të verdh. E di sa mirë të bën kefiri për zorrët, për shplodhjen, tani që e lodhur, dukesh që e lodhur shumë. Wow. Shumë i mirë? Kuqin se morët. Jo, të kuqin se more, të verdh, po tashi do marrësh medalisht, ta pish rregullisht. Të ta jap medalje, më përfituj që ta pish rregullisht? Me që ke bërë dhe këtë vrapin e lodhur, e meriton një medalje. Pafshim, faleminderit! Pafshim. Ti, kefir ti, të dua ty, vetëm ty, ti do jesh i mi. When you are running and doing sports, this helps to do a lifestyle healthy, to do when you eat very bad fast foods or things that don't, yeah, with the stomach is flat, like this. Yeah, your stomach needs this. You can prove it and tell me it's good or bad. Now? Now, yeah, why not? Yeah, it helps so much with the stomachs, with the when you do sports like gym. It helps with growing your muscle. Kristela, cili ka qenë vesi jot i keq fare kur ishe 20 vjeç? Vesi më i keq, jo vetëm 20 vjeç, po e kam akoma, është që dilja nga shtëpia me stomakun bosh. Pra nuk haja kur mëngjes, dhe haja shumë keq dhe haja shumë fast fooda. Po joti, mos më thuaj që nise cigaren. Po nise cigaren, nuk haj as mëngjes, haj ndoshta një vakt në ditë se e puna. T'merr. Moj, a nuk mendon që
këtë vesin tënd e kanë dhe shumica çunave shqiptar sot. Po. Kafe, cigare. Që më mëngjes. Po, dhe s'kan as energji nga s'mojnë goca. Janë bërë mos, trupi nuk e kanë mëse që kanë pasur. Nuk bëjnë as palestër, ose bëjnë palestër, po prap. Të pari tanë 20 vjeç shkonin luftë. E she? Unë mendoj që ta kanë nevojë për ca këshilla. Këshilla dhe kefir. Po. Dhe ku më mirë se te Politekniku, ku ka vetëm student. Që pinë cigare dhe kafe për mëngjes. Sot për mëngjes, Ha, çka ke ngrën? mëngjes nuk harë. Sa Pi mëngjes? cigare? Jo. Bravo, të pakta nuk pi cigare. Disa donim dalin, do të sjellim një kefir nga ne. Që ta pish në mëngjes dhe mos të nisësh nga shtëpia me barkun bosh, me stomakun bosh, se dëmton shumë stomakun. Ka vitamin B dhe B12 dhe ka shumë proteina dhe pak kalori. Do të thënë, pije në mëngjes ti këtë. Që kur të çohesh në mëngjes, ti ikësh edhe përdorësh trurin mirë në shkollë dhe mos e nis cigaren. Nis kefirin. Tani se ju jeni çuna, ju vlon gjaku, keni çik nevojë për proteina, për vitamina, ngacmoni ndonjë gocë. Merrni një pije. Pije Marikosin. Urdhëro edhe qesh më shumë. Kleas, ke tjetër? Prit se kam, po Edhe një. falas para. Edhe një, fikse, shikon nga që në shkruar. Edhe e pini cigare? Është shumë e mirë. Ah, okej. Po kjo do ju bëj të nxjinin gjitha Toksinat. pisliqet nga trupi, edhe të keni proteina dhe pak kalori. Hajde një kefir nga lufra, njerëz, për shfryrjen e barkut. Hec pra shpërndaj, ta marrin vesh njerëzit. Duhet vi njerëzit vetë ta ndjenjë aromën e kefirit. Kefiri po ju pret të gjithëve. Ne kemi ardhur në vendin ku shiten ushqime natyrore dhe ku më mirë se këtu, ne mund të japim kefir, t'i tregojmë njerëzve sa i mirë të i shëndetshëm është. Me që njerëzit e rinj, çunat, gocat e reja i kënaq me kefir, duhet edhe çik kryefamiljarë ata që bëjnë pazarin, ta provojnë, ta pinë kefir, ta kuptojnë se sa i mirë është dhe sa vlera ka. O nëna, do kefir? O nëna, ke probleme me tretjen ti? Me zorët? Ke probleme me tretjen me zorët? Po si se diti? Po, ke? E ke për gjithë familjen këtë, jo vetëm për veten. Shife, Po duke provuar kefirin ti prandaj. do pish këtë kefirin çdo ditë dhe do shikosh që do kesh përmirësim në tretje, te stomaku. Po ju thoni kos lufre, unë që ke kefirit. Po pra, po është kefir lufra. Ti the që rri shumë TikTok. Dhe me thënë hargjon koha aty, hargjon kalori. Unë ha njerë javë me të është marrë energji shpirtnore kështu, qellore. Nga e merr, nga kefiri? Jashtë planetit Tokë. Okej. Ti jeton Edhe kefiri vjen nga jashtë planetit Tokë, sa që mirë është. Hajde kefir nga lufra. Kefir! I ka të Kefir nga gjitha. lufra. Kush e bën pazarin të shtëpia jote? Ti apo gruaja? Pazarin të shtëpia, kush e bën? Ti apo gruaja? vetë për vik grusore që ato? E bën ti? Kur të bësh pazaret herë tjetër, duhet marrë si s'bën kefir ta çosh te shtëpia, që të kursesh ca lek ilaçe kur ti keni zorët e smura. Tani e mira është që aktiviteti fizik ta shoqërojmë me probiotik. Në rastin tonë është kefiri. Jemi gati të shpërndajmë pak kefir dhe të bëjmë në të njëjtën kohë aktivitet fizik. Unë jam. Po, urdhëro, pije këtë pastaj thuaj po. Do japim atyre njerëzve që janë lodhur për t'ikur deri në krye të piramides. Unë jam më se gati sepse ju dini që unë dua aktivitet. Do aktivitet. Yes, hajde ikim. 1, 2, 3. Sikur aty në krye është një vajzë për cilën të ka trashëguar. Çisa bukur. Kefir, meraviglioso. E mbushëm Tiranën me kefira. E mbushën, u lodhëm i qika. Po goca që nga kemi shumë qenë. ti është doktoresh. Me si pres shoh se çfarë do na kapi episodi i radhës. Po më e vështirë Klea është të hash shëndetshëm dhe të kesh zorë dhe stomak dhe trup të mirë. Shumë e O vështirë. Kristel, a do e pim? E pi, majmota. Pjeni me fund. Hajde gëzuar. Gëzuar, unë e piva timin, siç duket, kam pirë 2 me të drejtën.